Përshëndetje. Si detyrë për këtë javë në lëndën e gjeografisë, kishim për të realizuar një ese, udhëtim imagjinar në një peizazh eolitik. Ndër mësimet që më ka pëlqyer më së tepërmi në lëndën e gjeografisë, ka qenë edhe ai ku shqyrtuam reliefin eolitik. Nuk e di pse, por gjithmonë isha kurioze të dija si ndodh korazioni apo deflacioni, edhe pse teorikisht e dija. Korazion quhet veprimtaria shkatruese e erës nëpërmjet materialit që transporton. E format kryesore të saj janë kërpudhat shkëmbore, të cilat marrin këtë emër nga pamja e tyre. Në pjesën e poshtme janë më të holla pasi korazioni ka vepruar më shumë në këtë zonë, si dhe shtyllat shkëmbore, që formohen kur përbërja e shkëmbit nuk është homogjene dhe korazioni në pjesë të ndryshme vepron me fuqi jo të njëjtë. Ndërsa deflacion quhet veprimi i erës në territori ranore, në të cilat ngre lart rërën dhe formon disa gropa që kanë përmasa të ndryshme. Teorikisht, disi kur shpejtësia dhe forca e erës zvogëlohet, atëherë materialin që ka marrë me vete e grumbullon në shumë vende. Si pasojë, krijohen disa kodra, dunat, që janë në formë gjatësore dhe në formë drapri, me krah të kthyer andej nga vjen era, si dhe barhanet, kodrat e të cilave kanë drejtim të kundërt me atë të erës. Di në fakt edhe për shkretyrat, ato janë zona të thata, pa bimësi dhe ndahen në disa tipe. Shkretëtyra ranore, që përbëhen nga rëra. Veprimtaria grumbulluese e erës është shumë e theksuar në këtë zonë dhe janë të pasura me duna e barhane. Shkretëtira shkëmbore përbëhen nga shkëmbim të zhveshur. Është e theksuar veprimtaria shkatruese e erës dhe dallohen forma me pamjen e kërpudhave dhe shtyllave shkëmbore. Shkretëtira gurore, që përbëhen nga gur dhe zhavor. Dhe e fundit, shkretëtira argjilore, që përbëhen nga argjila që mbushin gropat. Teorikisht, kisha mësuar vërtet shumë për veprimtarinë e erës, por dëshira ime ishte të eksploroja një peizazh eolitik. Dëshiroja vërtet shumë të vizitoja një vend të tillë dhe, çuditërisht, kjo ëndër u bë realitet. Ishte e pabesueshme për mua kur u nisëm drejt Afrikës për të eksploruar Saharan, shkretëtyrën që unë adhuroja. Mbase nuk e prisja, por në pamje të parë, dalloja veç një vend të shkret, ku nuk shihej këmbë njeriu, e ku era fynte me furi drejt nesh. Ishte shumë vap. Duke ecur, dallova disa pamje të çuditshme. E ç'të shihja? Një mori me kërpudha dhe shtylla shkëmbore. Kishin pamje të çuditshme dhe karakteristike në të njëjtën kohë. Mëtej, pam një oazë, fryma e jetës në atë shkretëtirë. Ishte aq bukur, por era po shkatronte edhe atë pjesë të gjelbëruar që kishte mbetur aty. Nuk shihej asnjë qenie e gjallë, veç bimës së kaktusit dhe insekteve që mund të jetonin për një kohë të gjatë pa ujë. Eksplorova shumë. Pash çdo lloj peizazhi eolitik që kisha studiuar. Në të vërtetë, ky udhëtim ishte mjaft argëtues, por nga ana tjetër, kuptova se kjo shkretëtirë, aq sa e bukur dhe turistike duket, është edhe aq e shkretë dhe e shkatëruar. Edhe pse ishte një eksplorim pak i lodhshëm, në fakt për mua ishte një ëndër e bërë realitet, sepse gjithçka kisha studiuar për këtë peizazh e pash me sytë e mi. Kjo ishte detyra e realizuar nga unë për esen, një udhëtim imagjinar në një peizazh eolitik. Faleminderit dhe gjithë të mirat nga Adriana.